Në ditën e dytë të aksionit për lirimin e hapësirave publike në lagjen Tre Heronjt, banorët kanë mbështetur ndërhyrjen e Bashkisë Shkodër duke e cilësuar si një veprim të domosdoshëm për komunitetin. Ata shprehin se për vite me radhë ishin përballur me zaptimin e çdo hapësire të lirë, çka u kishte bërë të vështirë jetën e përditshme dhe i kishte privuar nga ambientet e përbashkëta. Na kanë dhënë frymën. Shqip. Po djali e me kënë një aty, i them hajdini edhe heqi. Na kanë dhaku komplet na s'kene kallosim as me makina. Nuk kene kallosim. Ja losit mollim zot. Ishe dosh me e ba me kokë. I lëlisht, gjeri të avarin, pini kafe, pensionisti. Mi ka nevoj me shku në për klube. E pan vet një të e pin. Duket ma mirë një shtu se si ka kërë. Dhe të në balkoni se këta toka, këta kopshte janë kretë kanë këtë. Kanë blëku ajrin e kanë blëku venin. Me ndërgjegje, duhet hapësira publike. Ku me parkuar, ku me lëvize, fëmija, lulishte, qëtësia. Këta rëzicet si kanë para me nëvrisë, as ambulancën, as gjarfiksin, po blokove diçka dihet si do pasohet mbrapa. Aksioni për lirimin e hapësirave publike që po zhvillohet çdo ditë në zona të ndryshme të qytetit, po përkrahet nga qytetarët, të cilët e konsiderojnë si një hap të rëndësishëm drejt një Shkodre më të rregullt, të pastër dhe me standarde më të larta urbane.